Të nderuar shikues, takohemi në pjesën e dytë për të diskutuar atë që ju paralajmërova, një temë që është bërë faktikisht kryesore këto ditë, kryefjalë në çdo ambient, kalimi i fundit i ligjit për barazinë gjinore. Kam kënaqësinë të kem një panel që besoj se do ta shteroj këtë si çështje, kështu mendoj unë të paktën. Si fillim Dorina Mema, Koalicioni Pro Familjes, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Robert Gajda, Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Tani si me zonjën them unë, t'i japim fjalën të parës, sepse pasioni i saj reflektohet, jo vetëm për këtë çështje, por kur flet për gjithën në përgjithësi. Dua si juriste në këtë pjesë të shfrytëzoj në thonjza, për ty çfarë është ky ligj? Atëherë, mua më vjen shumë keq që kam të bëj me një debat të padrejtë, ku akuzohet e gjithë kjo oponencë sikur ka shpikur një kundërshtim midis barazisë, grua dhe burr. Nuk jemi kundër kësaj, sepse nëse do lexojmë, të jemi të qartë, Neni 4 i vitit 2008, i 2008-ës e theksoi thot, për kufizimet barazi gjinore është pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe meshkujve në të gjitha fushat e jetës, pozita e barabartë ndërmjet tyre, mundësi dhe shanse të barabarta për të gëzuar të drejtat dhe për të përmbushur detyrimet në shoqëri, duke përfituar një lloj nga arritjet e zhvillimet e saj. Kalojmë tek 2025. Barazi gjinore, të drejta, përgjegjësi, mundësi, pjesëmarrje dhe përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave në të gjithë diversitetin e tyre, në të gjithë diversitetin e tyre. Atëherë është e mohuar, e ndryshuan natën e fundit, a nuk e di çka kanë bërë sepse nuk po merremi dot më vesh me këtë lloj politike që het shashka mbulon, sjell multigjini e mbulon, e fshin, e nxjerr, e çon, e sjell shoqërinë jo më në gjinin mashkull-femër të kontekstit biologjik, por në konstrukt social dhe në atë psikologjik të ndjerit. Pra, ne po kalojmë në një epokë të krizës së mendimit, e cila kur ka sjell krizë në një debat konstruktiv që mund të kem unë me Robertin, apo mund të ketë opozita me mazhorancën për të rregulluar një ligj që prek të gjithë interesat kombëtare, sepse vjen zinxhir dhe sjell pasoja në të gjithë sferat e shoqërisë, se këtu preket burimi njerëzor. Më lejo të them se kombi, faktor kryesor të ekzistencës, ka burimin njerëzor. Kishim zgjedhjet para 2 ditësh dhe i kishe sallat bosh. Pra, ky shtet, ku do ta ushtroj pushtetin e vet, kur nuk ka 1.000 let? Se u bë poezi. Më fal, si do ta rregullojmë këtë pikën ku po këmbon rritja e numrit të vdekjeve mbi rritjen e numrit të lindjeve? Si do ta rregullojmë pjesën e transparencës së fondeve të OJF-ve të kapura, ku askush nuk po flet dhe nuk po e heton këtë rrjet merimange që të shkojë te grupi vulnerabël realisht ndihma, sikur se kemi parë këto 2 net në ekran dhe nuk po e theksoj çfarë ka ndodhur me një djalë trans që ka realisht nevojë për ndihmë dhe përfaqësohen të drejtat e njerëzit nga ata që e hedhin në mes të 4 rrugëve, duke shkelur çdo të drejtë të njerëzit i cili përfaqëson një nga fëmijët tanë, të rënë viktimë apo jo, nuk ka rëndësi. Nuk po flasim për çfarë kërkon të ndjejë dhe çfarë bën një njeri. Po flasim parimet e përgjegjësive ligjore, e përgjegjësive institucionale, e përgjegjësisë shtetërore për këtë popull. Dhe nëse kemi ndërkombëtarë të cilët bëjnë presione të njëanshme si Marta Kos, e cila ka goditur opozitën në një moment kur ne kemi nevojë për një opozitë, ne kemi nevojë për diskutime, ne kemi nevojë për debate konstruktive, që kjo Shqipëri mos ta largojë popullin e saj nga vendi, por ta mbaj atë, ta ndihmoj atë dhe ta rregulloj këtë kënd. Do të kalojmë aty me detaje, po jemi vetëm për një intro të përgjithshme, një foto e përgjithshme e parë, e shkurtër për këtë ligj sipas teje. Unë mendoj që ligji është një nevojë njëherë që është miratuar për t'ju përgjigjur një nga diskriminimeve më problematik që neve kemi si shoqëri, që është ai gjinor midis burrave dhe grave. Nuk është problem vetëm i Shqipërisë, haset në shumë shtete, por patjetër Shqipëria ka problematikat e saj. Është e vërtetë që kemi pas një ligj ose është akoma fuqi një ligj për barazinë gjinore, miratuar në 2008, i cili nuk është ndryshuar ndonjëherë. Dhe si çdo ligj, ka pasur dhe i nevojën e vet që të mund të ndryshohet edhe të reflektojë
dhe të zgjerohet në fusha tjera të jetës për të garantuar një barazim më të mirë të gjinor. Nuk është se na mungojnë ligjet, në të vërtetë kemi, por një ligj për barazi gjinore, neve kemi përqafuar këtë lloj mënyre që të mund të kemi një ligj central, i cili pastaj do të mund të plotësohet me ligje tjera dhe me akte tjera për të bërë implementueshëm në shumë fusha të jetës. Për shembull, qofse shohim ligjin e vjetër, ligji i vjetër i kushtonte një rëndësi vetëm diskriminimit gjinor në fushën e punësimit. Aty e kishte vëmendjen, sepse ajo ka qenë atkohë nevojë le të themi primare dhe shumë mirë ka bërë, sepse në punësim edhe sot e kësaj dite kemi akoma diskriminime bazë gjinore. Ndërkohë që ligji i ri zgjerohet në shumë fusha. Tregon kujdes edhe në aspekte të reja të jetës tonë. Për shembull, në 2008-ën dhuna digjitale nuk mund të ekzistonte sepse si ishte e përhapur, ose gjua urrëties, gjua seksiste, gjua e dhunshme, gjua stereotipizuese kundrejt grave. Gjua me ndjeshmëri gjinore nuk ishin ta përhapura në atë kohë, ndërkohë që sot, për shembull, ne kemi pas dhe raste kur kanë vrarë veten zonja për shkak pikërisht të fotove apo të denigrimit që i ka ndodhur online e tjerë. Gratë apo diskriminimi gjinor në zonat rurale. Edhe kjo ka qenë në pavëmendje në ligjin e mëparshëm, i kushtohet një vëmendje shumë e madhe tashmë edhe diskriminimit gjinor në zonat rurale, se ne kemi një problem shumë të madh në shoqërinë tonë. Tirana është goxha avancuar në shumë aspekte, si në dijenit ligjeve, si në njohjen e institucioneve, por po të shkojmë në qytete dhe akoma më thellë pastaj në zona rurale, shohim që kemi një padjeni shumë të madhe të drejtave dhe të realizimit, ato që janë, dhe të realizimit tyre. Prandaj, dhuna ekonomike, duhet dini që përdoret fuqia ekonomike që sidomos burrat e kanë kundrejt grave për t'i nënshtruar ato. Ka probleme pronësie. Akoma gratë sot rezultojnë që kanë shumë pak prona në dispozicion. Rregullimi i punës pa paguar ka qenë në ligjin e vjetër, por rregullimi i punës pa paguar, çfarë do të thotë? Neve kemi sot akoma shumë gra, të cilat janë të detyruar të mos punojnë, pra të krijojnë fuqizim ekonomik, sepse për shkak të stereotipeve gjinore dhe për shkak të mos pjesëmarrjes burrit në rritjen e fëmijëve dhe në bërjen e punëve të shtëpisë, janë po gratë ato që e bëjnë. Mirë, po një grua që rrin të bën punë shtëpie dhe nuk mund punoj, as nuk fuqizohet ekonomikisht, por që ndron gjithmonë le të themi e përkufizuar si shtëpiake në vetvete dhe nuk arrin dot që të mund të përshkruan, domethënë, po këto janë. Pra, këtë dua të them që është ideale, atëherë ku për çfarë kundërshton ti e kam pyetjen unë. Dorina ka qenë një imazh i implementimit të gruas në janë këto gjërat e ligjit që thashën apo thash në gjë të vërtetë? Jo, është një lexim që edhe kanë qenë, se ti e di që unë kam krahasuar 2008, 2025. Këto fusha që unë përmenda nuk është se kanë qenë. Po të lutem tani qëndrojmë në debat. Qëndrojmë në debat. Pra po them, këtë po thuaj që zgjeron fushat tjetër. Garanton një mbrojtje më të mirë. Ne të dy jemi miq. Ti vërtet më dënon, po kështu si fletin ne jemi miq, sepse unë loboj për implementimin e gruas. Dënon gjykata, jo komisioni. Jo, unë të kam çuar në gjykatë. Dhe besoj se gjykata do ju dënoj ju këtë herë, sepse është shumë e rëndë ajo që keni bërë ju me mua. Gjykata maksimumi dorëzoi vendimin, nuk sepse nëse një vajzë moderne, nëse një vajzë që realisht është për barazinë gjinore burr dhe grua, nëse një vajzë e do Shqipërinë, është me nuanca konservatore, pa cënuar kurrë askënd, asnjë individ, përkundrazi ka mbrojtur ato që ju i keni lënë mes katër rrugëve sot, ju keni bërë një gabim shumë të